këto situata, do të thonë njeriu i cili nuk ka qenë shumë i vetëdijshëm për punën që ka bërë, për atë dheun, për ushtrinë, për atjera, tani mirët me si farë punë, do të thonë njeri i cili mirët me punë të huaja, nuk mund të mirët edhe me punë të veta. Apo kupton? Këta njerëz përfundojnë keq në fund. Njeri i cili mirët me dikon tjetër. Këtë rast Hasoni, që Hasoni ka thonë. Po më intereson kush nuk pin ja, do të thonë po kush thot në përgjithësi, i cili mirët me. Ja thotë jam kombësh veprimtori i Zahir Pajazitit. Te kalova këtë situatë, do të thonë edhe nuk është mirë me fol keq për asnjë luftëtar. Po as për për najt Hasonin po. Absolutisht. Do të kiti për profër, shumë. Pro, a dolmi te se e kum lënë për fond një temë pak më ndjeshme. A vlon ndjeshme? Për feje ngena me fol. Të unë e di që ti si kundra fejes burr, ani i Prizrenit edhe më kon kundra fejes. Jo. Zbon. Po flasim, nuk është problem. Me thonë drejten, une me fe nuk ju marrë kur, dhe me thonë nuk e kom trajtu ndo një qështje. Po dhe? Si qështje. Po dhe si kundra fejes, unë se di që i. Absolutisht jo. Dhe me thonë, edhe as si student, as si burgus. Unë shumë herë të kom në Bajramin për vete. Absolutisht, edhe në ty e së është problem. Por është problemi, dhe me thonë, që dhe me thonë në situatat caktume, dhe me thonë njeri flet dishka, edhe tani nuk e kuptojnë. Unë jam kundër ekstremizmit. Të çdo lloj feje, jo vetëm islam. Absolutisht, katolicizmit, islamizmit, ortodoksizmit, nëse ka ekstremizëm. Por unë me fe nuk jo marr, domethënë i marr me çështjet kombit, i marr me çështjet shtetit. Ai pranon sot të dallon një dhërat? Çka dush më pse jo? Kamera nëse mundesh më marr pak më afër të jalloni se po thonë që se pranon. Korona është libri i shtetit? Po mirë, faleminderit. Faleminderit, absolutisht e kam lexuar. A ke lexuar Kur'anin? Po, e kam lexuar. Kanë thonë dikush për demek familjarët e tu janë distancuar, kanë thonë. Jo. Se ka lexuar në rreth, domthonë e ke lexuar Kur'anin pro. Absolutisht, e kam lexuar në burg, e kam lexuar edhe bosnjakisht. Çka kujtohet ndaj thonë ja shkurtimisht? Pa ja, thonë nuk kujtohet, po më duket domethënë pak e Iran. Kur'ani është me lexu pak me zbërthy, është bukur Iran me zbërthy. Po se ka shpreh alegorike metaforike. Alegorike shumë ka, është shumë Iran, duhet me lexu 3-4 herë. Duhet me lezu për me kuptu mirë. E këta që jenë gjuhë dhe me thonë që kundër feja në këtej, jemi bindu që se ka lezu asë njën i Koranin. Bravo, të atë vijë. Sonë e kam në bibliotekë, për kuriositet dhe thonë i kam edhe 2 në bibliotekë, i kam bibliotekë në shpi, i kam 4.000 libra bibliotekë, mes tjera dhe bibliotekë private që i kam edhe 3, dhe me thonë kësi. Korona? Po ma, absolutisht. Ane po, për të hapën e njëm. Falemderit shumë, s'ka problem. Për pranan? Absolutisht. Falemderit. Se jo, bara. Po, e ke pas një thonjë aty kanë thonë që jo feja ka dalë nga shtratit, se ke pas kuptimin e fejes. A di që ka qenë problemi? Ka qenë problemi është dosht me thonë në kuptimin kushtetus, e këmë thonë popullor që, në të cilën dhe me thonë e kanë kishë kuptu njerës. Po dhe po kujdo që dalë nga shtratit është e dalë? Jo, duhet një farloj kontrole, dhe me thonë me bo një farë kontrole ligjore ta që i kështu. Edhe ashtu tani e kom një farësi, e kom përdorë si metaforë, si tjera nuk e kanë kuptu, se mu nuk kom interesoni dhe respektoj shumë, dhe më thonë njerës të fejës absolutisht. Edhe Ramazanin e këta që folën e sana? Absolutisht, beso për nga në erë, kjo është drejt kushtetuse, gjatë tonë jetës kom liftu për liri dhe pavarësit njerëzve. Nuk e di ku e posë dikon këshin li për arrestimin tanë? Ani mirë, shumë, kisha pushu pak. A di pse, demek ke bo thirje për thirje kundër dëmallëzitje dhe urrejtjes fetare, që është ai ligji? Për burra ko mirë me shku në pak, me pushu se jem lodhë bukur shumë. Jem të e bo një libër gati, një libër tem që e kom shkru? Shumë faleminderit, po. Albatras Rejgjaj është autor. E ka thonë një thonje, po edhe recensent është Mikel Cupi. Albatrosin e kam edhe mik, dhe thonë është njeri tepër inteligent, inteligencën e ka mbi mesatare. Po, e vërdet. Thama, Çka do pyetëm? Ja, po nol me edhe pak të feja, profesor. Jo, nuk kisha diskutu më shumë. A ka qenë, jo, po më interesoni diçka. A ka qenë familjarët, dhe me thonë bashkëvllai yti ai që ka dalë distancuar me ju? Jo, më nuk e di kush asë, asë që marrë me këtë punë, nuk i këshyri këto. Unë e po që s'është vllai yti, po thash. Në rregull është, edhe më kom vllai, këtë vllazni jemë. Unë e kam më shumë vllazën prej kombit. A po? Apo këton, prej kombit, prej shtetit. Thonë këtë vllazit biologjik, mundet me qenë, se ne, s'është të lashë. E pse japin, dhe më thonë, pse bojnë që të pyetje zakonisht gazetarët a feja a kumbi? Normalisht i kumbi burë. Po kështu feja është kjo e hershme, është popullet, të gjithë popullit kanë, dhe më thonë,
kanë përdorur fenë. Na populli shqiptar jemi popull me 3 fe. Edhe konsiderohen populli më, domethënë, më patësor në Evropë dhe në botë. Se bota kanë luftu, domethënë, ju dini, kanë luftu protestant me katolikë, kanë luftu muslimanët me dikon tjetër, në Kosovë dhe në Shqipëri. Tërë shqiptare na kur s'kemi luftu, për çështje e kemi lënë si feja, domethënë, është një farë lloj pasurie kombëtare është. Edhe kemi respekt e reciprok. Po për këtë lëvizjen e Deçanit që është bërë, çka po mendon bro? Po nuk e di, përveç nuk kem marrë. A thash, nuk kem marrë, për herë të para ditë seminar kam shku edhe se s'e marr kurrë. Zumni rruta. Çfarë problem? Do të keni për provën. A lëm pak skenën fitim goshe. Absolutisht. Skena për fitimin.